Në vijim të investimeve që po realizohen në Bashkinë e Pukës, është edhe ai për ndërtimin e pallatit të sportit. Kreu i Bashkisë së Pukës, zoti Gjon Gjona, i shoqëruar nga inxhinieri i Bashkisë Dorian Mjekaj dhe drejtoresha e Gjimnazit të Pukës Angelina Meta Paloka, ka inspektuar sot punimet, të cilët po ecin me ritmet e duhura në mënyrë që sa më shpejt të jetë e mundur nxënësit e shkollës Saba Sinani, por edhe të rinjtë e qytetit të kenë mjediset e tyre sportive. Aktualisht puna është përqendruar në mbulojjen e objektit, një hapësirë e cila do të jetë e mjaftueshme për qëllimin e funksionit të saj. Kryebashkiaku Gjonaj u njoh me procesin e punimeve të kryera dhe ata të cilët do të kryhen në vijim, ndërsa ashtu si në të gjithë inspektimet, kryefjalë e tij ishte cilësia e punimeve. Ai tha se përmes këtij investimi plotësoi një nga objektivat e tij në shërbim të rinjve pukian. Është në vazhdim aty në projekteve të tjera, të cilët do i sillin edhe një vlerë qytetit Pukës, përsa shikoj, edhe përsa jemi të azhenuar edhe me këto grafikun e punimeve. Punimet janë në afat kohor, është një kontingent jashtëzakonshëm i trive, që ato do gjejnë zgjidhje këtu, dhe kjo është ngëzën pa mos. Kështu që edhe besoj si shumë shpejt, por zbat fjalë për në shtatorin që jemi marrna, këtë do të jetë funksionale, ku shkolla do kryejnë gjithë procesin mësimor këtu, dhe ne do të jemi të gëzuar sepse një pjesë e asaj kërkese e atij premtimi që i kemi dhënë trivet në fushat, po realizohet, po bëhet realitet. Pra sot jena në fazën kur edhe skeptiku më i madh, ai mosbesuesi më i madh, ai që kërkon që lëvizjet tona, punët tona, projektet tona mos të ecin, ai që përpiqet që këto punime, këto investime i shpjegojnë edhe ti shtjelloj si procese fasadash. Unë nuk besoj se është fasad, unë besoj se është një mjet i cili do t'i vinë në ndihmë të gjithë trive. Por edhe ato fasada janë një kulturë dhe nuk ma merr mendja mu se vjen e keqja nga kultura. Ku kjo kulturë do sjellë edhe punësimin, do sjellë edhe rritjen e mirëqenies, do sjellë edhe qasjen ndaj ambientit. Edhe drejtoresha e shkollës, zonja Angelina Meta Paloka, falenderoi zotin Gjonaj për realizimin e këtij investimi, i cili do të zgjidhë një nga problematikat me të cilët përballet shkolla Saba Sinani, në të cilën çdo javë zhvillohen 60 orë të edukimit fizik. Faktikisht është shumë e vlefshme për rinin shkollore, por do mbuloj edhe aktivitetet të rinisë së bashkisë, por mund të them që ne kemi 60 orë të edukimit fizik në javë si shkollë, që do mbulohen këtu dhe do kenë kushte të mira për zhvillimin e edukimit fizik dhe të sporteve. Është një vlerë që do ta gëzojnë nxënësit, rinia shkollore dhe njëkohësisht edhe rinia e bashkisë. Unë jam shumë e kënaqur që ky investim ka arrit në këtë parametra dhe besoj që ashtu siç tha dhe kryetari, në shtator kjo shkollë dhe nxënësit e kësaj shkolle ta gëzojnë dhe të zhvillojnë mësimin normalisht. Investimi për ndërtimin e pallatit të sportit në qytetin e Pukës është një investim prej rreth 50 milion lekë të rinj që Ministria e Arsimit i akordoi Bashkisë së Pukës pas kërkesave të vazhdueshme për një godinë të tillë. Punimet për këtë investim pritet të përfundojnë deri në fundin e muajit qershor 2017.